Kemi sërish të informacione, por duke parë pak se çfarë po ndodh me masat që policia ka marrë sa i takon festave të fundvitit. Do të kemi në komunikim të drejtë për drejtë gazetarin Esido Barka, i cilit i themi mirëmëngjes, Esido. Mirëmëngjes, Esido. Mirëmëngjes Berkena dhe Flori. Në fakt policia shtetit ka ndërmarrë masat le të themi sa i takon mbarvajtjes së natës së ndërrimit të viteve për të gjitha aktivitetet që pritën të zhvillohen në kryeqytet, por jo vetëm në të gjitha qytetet e Shqipërisë në fakt, qoftë të organizuara pra nga pushteti vendor, pra nga bashkitë e vendit, por edhe të organizuara në mënyrë private nga qytetarët. Konkretisht, të paktën për disa ditësh policia ndodhet në gatishmëri të plotë sa i takon mbarvajtjes dhe festimeve që po kryen duke nisur që nga dita e Krishtlindjeve, duke vijuar me pas me natën e ndërrimit të viteve, të paktën masa që do të jenë në fuqi edhe ditët e para të janarit. Janë në fokus le të themi forcat e rendit, kryesisht të komisariateve të Tiranës dhe jo vetëm, por dhe nga drejtoria vendore e policisë së Tiranës, si dhe nga drejtoritë vendore të qarqeve të tjera, të cilët do të bëjnë monitorimin e terren dhe të jenë me orar më të zgjeruar, pra jo me 8 orash, por do të funksionojnë dhe do të punojnë dhe jashtë orarit të tyre, duke patur një gatishmëri më të plotë. Ndërkohë në gatishmëri do të jenë dhe forcat e tjera, si ato forca Shqiponia, por dhe të ndërhyrjes së shpejtë, nëse do të ketë përipërci le të themi ose incidente të shënuara mes qytetarëve, qoftë natën e ndërrimit të viteve ose më pas. Sa i takon masave të tjera, policia rrugore do të jetë gjithashtu në gatishmëri të plotë për parandalimin e aksidenteve, si dhe për le të themi identifikimin e të gjithë personave drejtuesve të mjeteve të cilët kryen përshkelje të kodit rrugor, sidomos gjatë këtyre ditëve për shkak dhe të konsumimit më të lartë të pijeve alkolike dhe jo vetëm. Kjo pra le të themi rrit dhe një rrezik potencial në shtimin e numrit të aksidenteve, krahasuar të paktën edhe me vitet e kaluara, për kemi patur gjithnjë një trend rritës dhe me pasojë edhe fatale për jetën, por dhe shumë të plagosur gjatë ndërrimit të viteve, pra natës së ndërrimit të viteve për shkak të konsumimit të alkoolit. Ndaj do të jetë le të themi rrugët më kryesore si dhe akset më problematike të konsideruar si njolla të kuqe do të jenë në fokus të policisë. Megjithatë, forcat e komisariateve kryesisht do të kenë në fokus dhe pikat le të themi të cilat pra dominojnë nga jeta natës, siç është në Tiranë për në zonën e Ish-bllokut, por dhe në vendet e tjera, për të bërë të mundur le të themi një kontroll më të duhur ose më specifik sa i takon konsumimit të pijeve alkolike apo lëndëve narkotike, të cilat pra me pasi futen dhe drejtojnë mjetet e tyre. Ndaj në këtë kushte policia ka bërë dhe një apel drejtuar qytetarëve që të paktën të gjithë ato që do të ndefrehen le të themi jashtë banesës së tyre duke konsumuar alkool, të paktën mos përdorin mjetet e tyre, por të përdorin mjetet e tjera, qoftë taksi apo mjete, ose të marrin një drejtues tjetër për le të jetë në timon një person i cili nuk ka konsumuar alkool. Janë përsëritje të cilat bën vazhdimisht nga policia për parandalimin e aksidenteve. Gjithashtu policia kufiri do të jetë në gatishmëri të paktën edhe gjatë këtyre ditëve përpara ndërrimit të festave për shkak të fluksit të madh të migrantëve të cilët zgjedhin Shqipërinë për të kaluar festat e fundvitit. Saktë, shumë i qartë apeli nga ana jote. Si do megjithatë ndalemi pak tek mjetet piroteknike. Kemi parë që këto ditë janë kryer aksione, janë bllokuar sasi të konsiderueshme, megjithatë Shqipëria në fakt ose të paktën kryeqyteti ka pasur një natë ndërrimi vitesh çdo natë në orën 12. Nëse i referohemi këtu fishek zjarreve të cilat plasin zakonisht. Në rastin konkret, a do të ketë ndonjë aksion gjatë këtyre 3 ditëve të fundit, do të merren masa të tjera sa i përket fishek zjarreve, ku le të jemi të sinqertë, çdo natë ndërrimi vitesh ka pasur aksidente sa i përket të përdorimit të tyre. Në fakt lëndët piroteknike Flori është drejt, jo vetëm gjatë ndërrimit të viteve, por janë një shqetësim për banorët të Tiranës dhe jo vetëm, edhe gjatë ditëve normale, të cilet për le të themi për festimin e një ditëlinjeje hidhen fishek zjarre duke terrorizuar dhe banorët e tjerë për shkak edhe të akustikës më të fortë, pra le të përhapjes së ndotjes akustike gjatë orëve të vona të natës. Megjithatë, nata ndërrimit të viteve pritet të ketë le të themi lëndë të shumta piroteknike, jo vetëm në qendër të Tiranës, por në të gjitha lagjet e Tiranës. Megjithatë, policia ka nisur një aksion kundër lëndëve piroteknike jo vetëm gjatë ditëve të fundit, por gjatë gjithë muajit dhjetor, duket se ka patur një intensifikim se i takon kontrolleve, kjo bazuar dhe në fishek zjarre të sekuestruara, të paktën sipas shifrave të policisë. Megjithatë, zhdukja ose eliminimi nga tregu i zi fishek zjarreve për policinë duket se mbetet një mision i pamundur, pasi gjithmonë ato do të kenë raste që do të shiten në tregun e zi dhe rastet më të këqija janë kur ato shiten pikërisht tek personat e mitur. Para pak ditësh një i mitur në Durrës u dëmtua në fytyrë dhe u transmetua në spitalin e traumës për shkak të përdorimit të lëndëve piroteknike. Ndjes. Esido, policia ndër të tjera ka thënë që do të ketë shtim të forcave të policisë edhe në kufi, apo jo, pra Kakavi, Kapshtic, në pikat e kalimit kufitar?
Po, do të ketë një shtim, le të themi, të sporteleve në pikat e kalimit kufitar, qoftë në aeroportin e Rinasit, pra nga Policia Kufitare e Tiranës, nga Drejtoria e Policisë Kufitare në Tiranë, por dhe në pikat kryesore të kalimeve kufitare, Kapshtic, Kakavi, në Qafë Thansi dhe në pikat Moriqan dhe Hanin e Hotit. Për kjo, le të themi, për të sjellë një normalizim të situatës, ku do të ketë fluks të shtuar të emigrantëve, të cilët zgjedhin pra Deon për Shqipërinë për të kaluar netët e ndërrimit të viteve, si dhe këto ditë festive. Ka patur një fluks të lartë në fakt në pikat kufitare gjatë ditëve të fundit. Kjo ka bërë që policia pra të jetë në gatishmëri. Megjithatë ka patur problematika sa i takon me palën greke për shkak të protestave të fermerëve, duke sjellë dhe një, le të themi, një ngërç sa i takon e kalimit normal në kufi të udhëtarëve që zgjedhin nga Shqipëria të udhëtojnë drejt Shqipërisë ose të paktën dhe anasjetas. E qartë, kam një pyetje që ndoshta mund të dalemi pak edhe në varësi të informacioneve që ti mund të kesh, Esido. Ne e cekëm që në nisje me informacionet e tuaja që policia sigurisht masat i ka marrë që përpara Krishtlindjeve, pra po flasim datën 24, 25. A ka patur incidente të shënuar, të paktën në atë çfarë ka publikuar policia, si ka qenë situata? Situata ka qenë përgjithsisht e qetë, qoftë edhe në përdorimin e lëndëve piroteknike, të paktën kohët e fundit në Tiranë nuk vihet re, le të themi, hedhja masive gjatë ditëve të fundit të vitit, pra 2025, në kuptimin e fjalës nuk ndjen fishek zjarre gjatë orëve të mbrëmjes, por pritet që të ketë, le të themi, një bujë të tyre ditën e ndërrimit të natës apo ora të shënojë 00, duke hyrë kështu zyrtarisht në vitin 2026. Incidente kanë munguar, kuptoj që policia e shtetit nis një plan dhe konkretisht pra Departamenti i Sigurisë Publike nis një plan të mirë detajuar çdo vit që në fillim të muajit dhjetor nuk ka patur incidente të shtuara. Le të themi edhe për shkak se policia tregohet më vigjilente kryesisht në muajin dhjetor dhe në muajin gusht, kur kulmojnë, le të themi, dhe ardhja e migrantëve, ku të paktën sipas statistikave kanë qenë 2 muajt më problematik sa i takon dhe rritjes së kriminalitetit. E qartë, këtë vit ne si do kemi parë që ka patur një fluks të shtuar edhe të turistëve, apo jo të huaj cilët kanë zgjedhur Shqipërinë për të ardhur dhe për të festuar, le të themi. Ka vështirësuar kjo disi punën e forcave të policisë, paktën në mënyrën se si po merret ky plan masash, menaxhimi që po i bëjnë situatës, jo vetëm në Tiranë, po edhe në qytetet e tjera ku, le të themi, mund të ketë qenë fokusi i turistëve, kryesisht kanë qenë italianë, mos gaboj të paktën me operatorët turistik, këtë gjë kemi vërejtur, po edhe qytetet e tjera. Sa ka qenë e mundur të menaxhohet nga policia me forcat që ata kanë, pra le të themi me kapacitetet e forcave të policisë që kanë? Të paktën sa i takon menaxhimit, le të themi, të turistëve të huaj të cilët zgjedhin Shqipërinë për të kaluar festat e fundvitit, duket se ka patur një përmirësim, të paktën vendi jon tregohet optimist në shifrat sa i takon, le të themi, rritjes së numrit të vizitorëve të huaj pikërisht që vizitojnë për herë të parë ose të paktën rikthehen sërish në Shqipëri për shkak të mbresave që u kanë lënë. Megjithatë, ka patur një mirë menaxhim të paktën deri në këto momente kryesisht nga aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza dhe nga policia kufitare pikërisht në aeroportin Nën Tereza për shkak se man peshën më të madhe të numrit të turistëve, shfaq edhe le të themi teknologjisë që është futur të paktën kohët e fundit, qoftë me verifikimin e skanimit të pasaportave të huaja, por edhe për shkak të shtimit të numrit të sporteleve nuk ka patur një fluks i cili ka sjellë problematika duke krijuar rradhë të gjata në aeroportin e Rinasit. Megjithatë edhe në pikat e tjera kufitare, qoftë në ato të veriut dhe të jugut, duket se ka patur një normalizim sa i takon fluksit të turistëve. Ngelet për të parë dhe shifrat zyrtare me pas të Instat apo të institucioneve të tjera për të parë nëse Shqipëria i ka kaluar pritshmëritë e vitit të kaluar sa i takon rritjes së numrit të turistëve. Esido, je fantastik të dëgjoj gjithmonë me shumë kënaqësi çdo informacion që përcjell në studio për saktësinë që ke dhe këtë ritmin tënd të shpejt. Faleminderit shumë. Faleminderit Esido. Faleminderit.